Xhenemi është vendi i dënimit, që Allah e ka përgatitur për mohuesit, jo besimtarët dhe mëkatarët, që nuk janë penduar për mëkatet e tyre. Allahu Dhul Jalal, si krijues absolut, ka ditë më së miri që të krijon gjithçka, prandaj njerëzit i ka kriju me natyra të ndryshme. E jo të gjithë njerëzit e kanë një natyrë. Ka prej njerëzve që kanë natyrë të mirë, janë të butë të urtë, kanë pranu besimin në Allahun një dhe praktikojnë atë që Allahu ka udhëzu dhe ka urdhnu që të praktikohet dhe t'ju nënshtrohen Zotit të tyre një, të vetëm, të adhurojnë Allahun, të besojnë Allahun, t'ju luten vetëm një Zoti, gjithashtu atë që ka pejgamberi alayhi salatu vesselam ka udhëzu dhe ka urdhnu. Por ka prej njerëzve që janë mohues dhe nuk i pranojnë këto udhëzimet e Allahut Dhul Jalal, nuk pranojnë që të besojnë Zotin një, refuzojnë atë që Allahu ka dërgu pejgamber dhe libra dhe refuzojnë gjithçka që është nga ana e Zotit. Andaj Allahu Dhul Jalal për këto dy grupe të njerëzve ka përgatit për grupin e parë shpërblimin padyshim dhe mëshirën e tij, kurse për grupin e dytë, për ata të cilët janë mohues dhe ata të cilët i bojnë shirk Allahu Dhul Jalal apo ortak në besim, Allahu ka treguar se ata janë të devijuar dhe janë të që kanë anashkalu rrugën e vërtet, rrugën e besimit, rrugën e bindjes, rrugën e nënshtrimit ndaj Zotit një, dhe për ata Allahu ka përgatit dënimin me zjarr të xhehenemit, që ata të cilët nuk pendohen, ata të cilët nuk i bin pishman për atë që kanë vepruar në këtë jetë dhe jeta apo fundi i jetës i gjenë në atë mënyrë, me atë natyrë, do thotë vdesin si jo besimtar, vdesin si hipokrit, apo vdesin si mushrik, për ata, do thotë Allahu Dhul Jalal ka përgatit dënim të ashpër, të cilin dënim vërtet do ta përjetojnë në atë botë që do të jetë dënim i përhershëm. Andaj, nëse neve shkojmë nga ajo që llogarisim për jetën, pa marrë parasysh jeta para se marrë në këtë botë, kur njeri është, do thotë, në barkun e nënës së vet, që është jetë shumë e shkurtër, është 9 muaj, do thotë sa pa shpirt e tjetra pjesë me shpirt, e vjen këtë jetë jeton një jetë mesatare 60 vjet, 70 vjet. Ajo jeta e parë, krahasim me këtë, është një jetë shumë e shkurtë. Do thotë 9 muaj me 60 vjet, 70 vjet, 80 vjet, dikush edhe më shumë. Kurse nga kjo jetë kalojnë njerëzit në jetën e varrit. Jeta e varrit është shumë më e gjatë se sa jeta e kësaj bote. E tash, apo e kundërta, jeta e kësaj bote është shumë më e shkurtë se sa jeta e varrit. Jeta e varrit gjithashtu në krahasim me ditën e kiametit, jetën e mahsherit, është një jetë prapë po them shumë e shkurtë krahas asaj. Jeta e mahsherit apo ditës së kiametit me jetën e ahiretit gjithashtu është shumë e shkurtë. Do thotë, kur ta shohish, kur të llogarisësh se njeriu në këtë jetë sa jeton shumë shkurt, 60 vjet, 70 vjet, një mesatare, edhe ta humbish jetën e ahiretit për t'ja plotsu vetes dëshirat dhe kënaqësitë, vërtet është një humbje e madhe. Humbje definitivisht e madhe. Absolut. 50-60 vjet që janë të shku, shumë shpejt janë të shku. Kalojnë shpejt. Edhe përfundimi pa fund. 1.000 vetë, 2.000, 1 milion. Pak janë, nuk s'ka fund. S'ka llogari, s'ka mjet. Prandaj Andaj shumë mirë ceke kur thove humbje e madhe. Kjo është humbje e madhe. Për një jetë të humbje më të madhe. Po me humb. Absolut. Ahiretin e humbje më të madhe, do thotë. Prandaj neve çdo herë duhet shkojmë nga ajo që të jemi mirënjohës dhe falëndërues ndaj Zotit që Allahu na ka udhëzuar këtë fe, këtë din. Që përmes dinit, përmes fesë, përmes Islamit, ti ju nënshtrohesh Zotit, ju nënshtrohesh parimeve të Allahut, ke frikë ndaj Zotit dhe vepron. Edhe nga ana tjetër në të njëjtën kohë shpreson
në shpërblimin dhe mëshirën e Allahut dhul xhelal. Alhamdulillah. Ata një ditë kur ta marrin dënimin apo kur ta shohin dënimin, do të bëhen pishman. Do të bëhen pishman për atë çka vërtet e kanë humbur kur kanë qenë në jetë në dynjë. Mirë po, ai pishmanllëk nuk i sjell dobi. Do të shpresojnë. Atëherë do të thënë, ti shakon, sikur këto talibanca që na thojnë neve taliban. Pa marrë parasysh, do të thotë, do të kishin shpresu të kthehen një moment në këtë jetë, spaku një sejdë t'ia bëjnë Zotit. Mirë po mundësit më nuk janë. Allahu, do thotë, ja pa fat në këtë jetë, do thotë, ndoshta mos njerëzit po e gjejnë rrugën e drejtë, rrugën e vërtetë. Ne do themi alhamdulillah që Zoti na ka udhëzuar, na ka drejtuar. Me krejt ato mangësit që i kemi, mirë po, prapë shpresojmë në mëshirën e madhe të Allahut dhul xhelal. Alhamdulillah. Hoxh, do të thonë, se përket kësaj pikës sport, do të thonë pendimi e shpëton edhe nga zjarri i xhenemit njeriu. Sigurisht, padyshim. Padyshim se vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam në jetën e tij kur ka shkuar te migja i vet, ai ka qenë para vdekjes. Edhe me krejt atë jo besim që e ka pas, mohimin që e ka pas ndaj Zotit, nuk e ka besu, mirë po, ndihmën që e ka ofru pejgamberit alayhi salatu wassalam, pejgamberi alayhi salatu wassalam aq i mëshirshëm. Do thotë edhe pse e ka pas të afërt, mirë po, jo që e ka pas të afërt, ka pas edhe tjerë të afërt. Mirë po ndihmën që ja ka ofru, që e ka ndihmu, që ai, do thotë ta shpalos edhe t'u afron njerëzve mesazhin e Allahut dhul xhelal, pejgamberi alayhi salatu wassalam, dëshira dhe vullneti i tij ka qenë që ai ta pranon Islamin, edhe pse në fund të jetës. Edhe pse në fund të jetës. Mirë po, do të kishte qenë një shpëtim i madh për ti, për ta që do thotë ta fiton ahiretin. Që pejgamberi alayhi salatu wassalam do thotë ka thirrë që ta shqipton shahadetin, dëshminë. Thot la ilaha illallah, apo dëshmë se nuk ka zot tjetër përpos Allahut. Nëse Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Mirë po, Allahu dhul xhelal është ai i cili vendos. Ku i ka thonë, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. O Muhammed, nuk ka që ti je ai i cili i udhëzon njerëzit apo ata që i don. Por Allahu i udhëzon, do thotë ata që i don, Allahu t'i udhëzon. Andaj shiko, sa i afërt i pejgamberit alayhi salatu wassalam, do thotë nuk e ka, edhe thuhet që ai do ta ketë dënimin më të vogël. Do thotë, po do ta ketë dënim të përhershëm. Allahu na ruaj nga dënimi i ahiretit edhe dënimi i zjarrit të xhenemit. Amin.